Këshilli i Bashkimit Evropian ka marrë vendim për t'ia zgjatur mandatin misionit evropian për sondim të ligjit në Kosovë. Kjo u bë e ditur në një vendim të publikuar të njëjtën, aty thuhet se vendimi i miratuar më 2023-shin për vazhdim të mandatit e EULEX-it deri më 2025-ën do të ndryshohet për të theksuar se mandati i këtij misioni vijon deri më 14 qershor 2027. Më 5 qershor 2023 Këshilli miratoi vendimin duke ndryshuar veprimin e përbashkët dhe duke zgjatur misionin e Bashkimit Evropian për sondimin e ligjit në Kosovë deri më 14 qershor 2025. Në kontekstin e rishikimit strategjik të EULEX-it, Komiteti Politik dhe i Sigurisë ra dakord që misioni të zgjatet deri më 14 qershor 2027, u tha në këtë vendim. Këtë vendim e paralajmëroi kohë më parë Kaja Kallas, shefja e politikës së jashtme të BE-s gjatë vizitës që bëri me 23 maj në bazën e EULEX-it në Mitrovic. Ajo çmoi shumë punën që bëjnë pjesëtar të kësaj trupe të Unionit. Sipas saj, një Kosovë e sigurt dhe përparimtare është qenësore për sigurinë e gjerë në Europë. Udhëheqësi i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Mentor Vrajolli, pati thënë për mediat se te vendimi për zgjatjen e mandatit e EULEX-it që është reaguesi i dytë në çështje që lidhen me sigurinë në vend, ka edhe politik. Sa do t'i kushtoj BE-s ky 2 vjeçar shtesje e EULEX-it për stafin e këtij misioni, por edhe për punën e tij që e bën me gjykatën speciale në Hag, BE-ja ka ndarë një buxhet prej mbi 170 milionë euro, shuma financiare referende e parashikuar për të mbuluar shpenzimet e misionit e EULEX-it në Kosovë nga data 15 qershor 2025 deri më 14 qershor 2027 është 170 milionë 866.980 euro. Nga kjo shumë 64.000 euro janë të destinuara për mbulimin e shpenzimeve të EULEX-it në zbatimin e mandatit të tij në Kosovë, ndërsa 106.000 euro janë të destinuara për mbështetjen e procedurave gjyqësore të zhvendosura brenda një shteti antar, u tha në vendimin e Këshillit të BE-s. EULEX-i që nisi punën në Kosovë më 2008 tani zbaton mandatin e tij përmes shtyllës për monitorim dhe shtyllës mbështetëse për operacione. Ky mision mes të tjera shëndimon edhe gjykatën speciale në Hag me mbështetje logjistike dhe operacionale në pajtueshmëri me legjislacionin përkatës të Kosovës. Aktualisht shefi i EULEX-it është General Majori i Karabinierëve Italian Giovanni Pietro Barbano.